Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka dërguar për gjykim një avokate dhe një përkthyese të dyshuara për veprën penale falsifikimit dokumenteve kryer në bashkëpunim sipas nenit 186 fraksion 2 të kodit penal. Hetimet për procedimin penal numër 857 të vitit 2025 kanë zbuluar se më 29 maj 2025 në zyrën e gjendjes civile në Bashkinë Fier është depozituar përmes postës një vendim gjyqësor i dyshuar si i falsifikuar i gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë i datës 12 shkurt 2025, me kërkesë për njohjen dhe zbatimin në Shqipëri të një vendimi të një gjykate greke për divorc. Sipas prokurorisë, pas verifikimeve rezultoi se dokumentet e paraqitura si vendimi shqiptar, ashtu dhe ai i gjykatës greke ishin të falsifikuara. Hetimet tregojnë se dokumentet janë dërguar nga shtetaset AK dhe AM, të cilat janë paraqitur disa herë në zyrën e gjendjes civile për të ndjekur procedurat. Po ashtu, njëra prej tyre AM, në cilësinë e saj si njëse e ligjit, dyshohet se ka tentuar të ndikojë në regjistrimin e vendimeve pranë administratës civile. Sipas dosjes hetimore, AK në bashkëpunim me avokaten AM, dyshohet se ka falsifikuar dhe përdorur dokumentet gjyqësore për të realizuar një divorc të rrem të shtetasit FH, si dhe për të sajuar më pas njohjen e tij në Shqipëri. Qëllimi i dyshuar sipas hetimeve ka qenë lidhja e një martese të re ligjore me të njëjtin shtetas, me të cilin ishte edhe në një lidhje intime. Prokuroria e Fierit thekson se mbetet e angazhuar për garantimin e ligjshmërisë në administrimin e dokumenteve zyrtare dhe parandalimin e veprimeve të falsifikimit në institucionet publike.